Horoskopi ditor e martë 13 maj 2025. Dashi. Hëna do të ketë ndikim të kundërt në shenjën tuaj, gjë që mund të krijojë jo pak shqetësime. Nga ana tjetër, ndjenjat do të jenë mjaft të favorizuara. Demi. Trojmar do të ndjejë nevojën për të kapërcyer ndonjë shqetësim fizik dhe për të relaksuar në praninë e një njeriu të afërt. Mos mendoni vetëm për punën, pasi nuk bëni asgjë tjetër, veç se shtoni stresin. Binjakët. Mos e lejoni veten që të qëndroni me persona që nuk ju bëjnë të ndiheni mirë. Jini përzgjedhës. Një njohje këtyre ditëve do t'ju çojë drejt një ndryshimi të ndjeshëm. Nëse në vendin e punës po përballeni me një bllokim, qershori do ju dhurojë diçka më shumë. Gaforja. Kjo ditë do të jetë mjaft konfuze, ndaj bëni mirë që të mos reagoni dhe ta lini që të kalojë. Në dashuri, tensionet do të jenë të shumta. Luani. Do keni të lehtë që gjatë kësaj dite të thoni fjalën tuaj. Me Venusin, Marsin dhe Diellin në shenjë, nuk do të ketë asgjë që t'ju ndalojë. Në dashuri, bëni mirë që të qëndroni të përulur, pasi tensionet nuk do të mungojnë. Virgjëresha. Kjo e martë nënvizon domosdoshmërinë për të rregulluar disa raporte, ndërkohë ditët në vijim do të jenë ideale për të folur për dashurinë. Peshorja. Do të ndjeni në konflikt me ambientin përreth, pasi keni nevojë për më shumë harmoni kryesisht në sferën sentimentale. Lidhjet miqësore dhe sentimentale kanë humbur ekuilibrin për të cilin keni nevojë. Me pak fjalë, kjo është një periudhë tranzitore. Akrepi. Në vendin e punës nuk do të mungojnë tensionet, të cilat do të reflektohen edhe në dashuri. Me pak fjalë, ky fillim maj nuk është nga më të mirët. Bëni mirë që të shmangni zënkat, edhe pse mund të jeni mërzitur me dikë. Shigjetari. Nëse në raportin sentimental jeni përballur me probleme, do të lindin të lashe të tjera. Megjithatë, do të gjeni kohën për të reflektuar dhe për të gjetur më shumë hapësirë për veten. Britsjapi. Nuk jeni në gjendjen më të mirë fizike, por situata do të përmirësohet në ditët në vijim. Në dashuri, jeni përballur me një periudhë lodhjeje dhe ndjeni të pafuqishëm. Për një rinisje pozitive, duhet të prisni gjysmën e dytë të majit. Ujori. Ka diçka që nuk shkon, ose jeni vonë lidhur me disa afate. Jeni të shqetësuar, madje as pak tolerant. Bëni kujdes ndaj njësive të reja, pasi rrezikojnë që të mos jenë të duhurat. Peshqit. Keni shumë dëshirë që të rriteni profesionalisht ose të bëni diçka më shumë. Duhet kujdes, pasi nuk mund të shkoni kundër të gjithëve. Shumë shpejt do të gjeni pika të reja referimi. Situata sentimentale do të vijë duke u qartësuar.